Kam punuar vërtet shumë fort për të arritur ku jam, nuk është se kam të trashëguar. Besoj që është rezultati i asaj punës së fortë. Mësimi i miqve dhe i shokëve në biznes ishte një gabim që nuk do bëja përsëri. Do dëshiron të hapësh një biznes, nxjerr lajmërime, bëj rekrutime, lëri miq të shok. Që gjatë biznesit kupton që më mik e shok të bëhet klienti sesa të bëhet shoku klient. Pëlqen kjo pjesa e dinamike se asnjë nuk e di çfarë të thotë. Mos i ul çmimet. Gjithmonë do jetë dikush më i lirë. Bëhet lekë. Në Shqipëri dhe pa marafone dhe grante. Nuk besoj që ka një pull kur hyjësit normalisht. Kjo është problemi kryesor. Unë besoj që kush nxiton fiton. Ajo shpreha i tuari nuk besoj nëse vlen sot më. Qëllimi kryesor i havës biznesit është për fituar shumë të ardhurë. Orët jashtë orarit nuk i mendon fare. Janë bonus. Pasioni sigurisht që ka të bëjë, por në biznes nuk është gjithmonë pasioni që dikton biznesi. Janë shifrat që dikton biznesi. Sot të gjithë po mundohen ta vrasin atë multitask. Kur kam qenë në student që e mësuar, bëja në kompanisë 3-4 detyra që më dukshte sigurisht e pas mësueshëm se sa unë bëja 3-4 gjëra që po t'i ikja unë nuk kishte kush i bënte. Në momentin që një punonjës është në një kompani dhe bën disa detyra brenda pozicionit punës, fiton individi. Luar biznes njerë nuk mjaftojnë para që duhet të kesh. Nëse ti mendon që ti është një biznes, do të shikosh që minimalisht dhesh pagat për stafin, për vete, për ditën e parë. Të ndrosh punën është një gjë shumë e mirë. Të provon edhe veten, çfarë ti mendon për veten tënde, çfarë pritshmërish ke, sa mendon që vlen dhe sa vlerësohesh. Duhet të mendosh shumë herë më larg se sa thjesht të bësh një boost tek Instagrami edhe të marrësh ato të hapura. Unë blen me shqiptarët pafund në Instagram. Të bëj studenti do të shikon 2 orë kam mos i punoj. Vitë punoj të 2 orë, askush nuk vjen. Pyetja e parë që vjen thonë sa është rroga. Ti të bëj gjë për rroga sa është. Gabimi është proces që të çon drejt suksesit. Në ditën e parë ti ke sfidën për të marrë klientët, për të bindur dhe pastaj ke sfida për të mbajtur ata klientë. Ne nuk kemi sfidë me konkurrentë, kemi sfidë me vetvete. Në Shqipëri është shumë herë më lehtë për të bërë një biznes sesa është jashtë Ballkanit. Kjo ngulje dhe guximi, si përmarrja dhe bota i përket guzimtarëve. Nëse vazhdon mendon gjithmonë dhe ulesh bën një llogarit me lapse me letra që shikoj se nuk del kjo, asnjëherë nuk del asnjë gjë, po është në lapse me letra. S'mund të ishte gjithë si përmarrës, nuk kishe sot punonjës. Mos u mendoj gjatë, doja dalësh, filloje.